Një forcë sulmuese detare amerikane me në krye anien luftarake më të madhe në botë, USS Gerald Ford, ka mbritur në Karaibe, ka konfirmuar Marina e Shteteve të Bashkuara. Mbritja e grupit sulmues që u urdhërua të drejtohej në rajon nga presidenti Donald Trump muajin e kaluar, vjen me sulmeve të vazhdueshme kundër anijeve të dyshuara për drogë dhe tensioneve me Venezuelën. Shtetet e Bashkuara deri më tani kanë kryer të paktën 19 sulme kundër anijeve në Karaibe dhe paqësorin lindor, duke vrarë të paktën 76 persona. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro dhe zyrtar të tjerë të vendit kanë akuzuar SBA-n për fabrikim të një krize dhe për përpjekje për të rrëzuar qeverinë e majtë socialiste të vendit. Lëvizja e aeroplan mbajtëses vjen gjithashtu mes tensioneve mes administratës Trump dhe qeverisë kolumbiane të presidentit Gustavo Petro, të cilin Trump e ka quajtur një bandit dhe djalë të keq. Petro të martën urdhëroi forcat e sigurisë publike të vendit të tij të pezullojnë ndarjen e të dhënave të inteligjencës me agjencitë amerikane derisa të ndalen sulmet me anije në Karaibe. Në një deklarat, Marina amerikane tha se grupi i sulmit hyri në zonën e përgjegjësisë së Komandos Jugore Amerikane, që mbikëqyr Amerikën Latine dhe Karaibet të martën. Forca përfshin aeroplan mbajtësen USS Gerald Ford, në bordin e të cilës ka 4.000 trupa dhe 10 avion luftarak. Grupi përfshin gjithashtu destroyer me raketa dhe anija të tjera luftarake. Grupi i sulmit po bashkohet me forca të konsiderueshme ushtarake që tashmë janë vendosur në rajon, duke përfshirë mijëra trupa, një rëndetëse me energji bërthamore dhe avion ushtarak me bazë në Puerto Rico. Të gjithë së bashku ata formojnë praninë më të madhe amerikane të vendosur në dhe përreth Amerikës Latine në dekada të tëra.